zhvillon konferencën me gazetarët. Jam sot për të denoncuar censurën e egër që ushtrohet mbi opozitën dhe mashtrimin e shpërftyruar të Edi Rams bazuar në dhënat e motrave siameze të Amës, siameze në mashtrim të turpshëm. Edi Rama, duke përdor një tregues që nuk ka asnjë lidhje me kapjen apo moskapjen e mediave, përpiqet të bijnë tjerët se mediat, sipas përmendjes të themi, share of voice, e injorojnë Ramën dhe Partisë Socialiste dhe ju kushtohen atyre vetëm 36% kundrejt 64% që i kushtojnë Partisë Demokratike. Në këtë analizë që ama me porositë e Edi Rams i servir atij, dëshmohet se mediat e kontrolluara nga qeveria merren ditë e natë me shkrime, artikuj, lajme, debate kundër opozitës.